policistit. Po jo mërë vllasi. Ky i ri, i cili duket i habitur teksa efektivët e policisë po e shoqërojnë, quhet Franci, është 25 vjeç dhe banon në fushë mëzez. Në fakt, si ne, si policia, edhe ai vetë e di shumë mirë arsyeën e shoqërimit, që ka të bëjë me motrën e tij 2 vite më të madhe. E martë 28 janar 2025, ora shënon 7:10 minuta. Franci del nga shtëpia, ndez makinën Mercedes-Benz dhe e lë disa minuta të ngrohet. Siç bëjnë të gjithë, çdo ditë përpara se të nisen për në punë. Në orën 7:15 minuta nga banesa del vajza e familjes, e ulur në karrocë dhe e shoqëruar nga prindrit. Ata e ndihmojnë të futet brenda, karroca sistemohet në bagazh dhe më pas largohen. Me 25 vjeçari në timon, babai në vendin e pasagjerit dhe motrën e paralizuar në sedilën e pasme, makina merr rrugën e Laknasit për në Kamëz. Në orën 7:32 minuta, ata ndalojnë dhe atë birë zbresin vajzën nga makina. 25 vjeçari e lë babain dhe motrën aty dhe më pas largohet. Jati shtyn karrocën e vajzës përgjatë rrugës Skënderbeu në Kamëz deri tek trotuari përpara një pallati në ndërtim. Ndoshta dikush nga ju e ka kuptuar historinë, edhe me kaq pak sa kemi treguar deri tani. Vajza është nxjerrë në rrugë për të kërkuar lëmosh, pavarësisht gjendjes jo të mirë shëndetësore, ndërsa babai futet në një lokal rreth 100 metra larg, një kafe, një gotë fërnet, ndërsa vajza e paralizuar qëndron jashtë në të ftohtë për të siguruar bukën. Të paktën shpresojmë të mos jetë një ritual i përditshëm. Jap lek. Apo do të blej diçka për të ngrënë? Shumë ftohtë është. Jap një pandorashka? Vishi. Mirë? Edhe pse e sjellshme, vajza nuk është e interesuar të krijojë miqësi apo të humbas kohë me biseda. Ndaj na përcjell me një mirupafshim. Lekët i mban në dorë ndërsa dorashkat nuk i vendos, ndoshta për të dhënë përshtypjen e keqardhjes tek njerëzit. Ndërkohë ne kthehemi në banesën e familjes dhe vëmë re se vëllai ka mbritur në shtëpi, çka na e shton më shumë dyshimin se ai nuk është në një marrëdhënie pune dhe përfiton nga të ardhurat e motrës. Por a është e përditshme kjo punë? Për të kuptuar më shumë, u rikthyem sërish disa ditë më vonë. Në orët e para të paradites, makina Mercedes-Benz ndodhej e parkuar përpara shtëpisë. Në të njëjtën kohë, në rrugën Skënderbeu në Kamëz, vajza e paralizuar është duke kërkuar lëmosh. Ç'a bën ti? Ke ftohtë? Jo. Se është dimër tani. Të kam dhënë një palë dorashka, ku i ke? I vë ato dorashkat, kur është ftohtë? Shumë mirë. Edhe pse me vështirësi në komunikim, e reja duket se veç problemit fizik në gjymtyrët e poshtëm nuk ka probleme të shëndetit mendor. Ajo pyet, përgjigjet, komunikon, logjikon, kupton, si gjithë të tjerët. Po vëllezër dhe motra, ke ti? Ç'a bën ai, punon? Jo, shtëpi. Po pse s'punon? Sa vjeç? 8. Këtu vajza në gënjen, sepse Franci është vëllai i saj i vetëm, por e kuptueshme, bëhet fjalë për strategji, një lloj si me dorashkat. Njerëzve duhet u vi keq për të, vetëm kështu mund të përfitojë të holla. Po mami, babi punojnë? Ndoshta babai bën vërtet ndonjë punë, siç ta vajza, ku t'i dalë. Ndërsa ajo rri çdo ditë tek vendi i saj, në pritje të qytetarëve zemërmirë për t'i falur diçka. Po ti këtu del herët në gjes? Rri shumë këtu? Ikën në shtëpi? E mirë, lodhe shumë, kështu mërzitesh? Kuptohet që dalja në rrugë nuk është as në një dëshirë dhe as në një krenari e madhe, sidomos kur bëhet fjalë për persona të tillë me nevoja të veçanta si kjo vajzë. Po njerëzit atë falin lek? Është ftohtë. Pak ditë më vonë rikthehemi sërish. Benzi i vëllait ndodhet i parkuar para derës dhe në orën 7:10 minuta, si të ishte në punë me orar fiks. Franci del për të ndezur makinën dhe për të ngrohur motorin. I ftohti ka bërë punën e tij me xhama tashmë të ngrirë. Në orën 7:12 minuta, në temperaturë 2 gradë Celsius, vajza del nga shtëpia me prindrit dhe rituali përsëritet. Vëllai i ndihmon të hipi në makinë dhe të tre nisen për në Kamëz, ndërsa nëna futet sërish në banesë. Në orën 7:30 minuta, babai dhe vajza zbresin nga makina. Disa metra larg vendit të lypjes, Franci largohet si gjithmonë, ndërsa Jati e shoqëron vajzën për tek trotuari ku ajo kalon një pjesë të madhe të ditës. Zotëria vijon me rutinën ditore në klubin e preferuar e të ngrohtë, ndërsa vajza invalide në rrugë, me një temperaturë që shënon 4 gradë. Pra pas këtë dalë këtu dhe?
Pse ku ke qenë? Shpi dhe ke korrez. Po pse? Qatë. Edhe pse me probleme fizike dhe dhimbje trupi, ajo duhet të dalë në rrugë, pasi familja me sa duket këtë gjë e konsideron si një punë. E në punë nuk duhet bërë shumë mungesa. Në të kundërt nuk ka kafe fërnet për babin apo karburant për bencin e vllaçkos. Po pse deri këtu? Gjestet e vajzës tregojnë shumë për gjendjen e saj. Duhet dalësh më se je smuar. Po bli ndonjë gjë për të ngrënë ata. Mirë. Pastaj. Pas pak minutash rikthehemi tek banesa dhe makina e Francit është ende aty, çka tregon dhe përforcon faktin se ai nuk punon. Madje me gjaz do ketë marrë ndonjë sugjuese. Helbetesh ngritur herët për të çuar motrën në punë. Koha kalon, temperaturat janë të ulta. Më në fund në dreg vëllai lëviz me makinë, por kësaj radhe duket se ka ndonjë takim më të rëndësishëm. Prandaj kur ka mësuar se Franci nuk do të vi, babai merr vajzën dhe e shoqëron me karrocë deri tek stacioni i autobusit. Në orën 14:06, ata zbresin nga autobusi në drejtim të banesës. Çfarë emri mund t'i vëmë këtyre dy prindërve dhe vëllait Maxhoren, të tre pas një problem fizik, që në vend që të mundohen për të siguruar të ardhura për familjen, gjen alternativën më të thjeshtë, shfrytëzimin e vajzës invalide. Për te moralit, kjo që po bëjnë pjesëtarët e kësaj familje është e jashtëligjshme dhe duhet ndaluar. Jo me qëllimin për të ndëshkuar familjarët e vajzës, por për t'ju dhënë atyre një mësim të mirë. Ndaj, pasi dorëzuam të gjitha materialet që dispononim në komisariatin e Kamzës, u përballëm mëngjesin e 21 shkurtit me Francin dhe babain e tij. Frar Derisa nga emisioni Piranja, çfarë jeni duke bërë? Ne të bëjmë të bëjmë. Çfarë jeni duke bërë? Për Elbasan, çfarë më duke bë? Ku po e çoni vajzën? Për Elbasan të gjyshje u thash. Po dje? Ditët para ditës djeshme në këtë orar, ku e keni çu? Për pundet, pse çfarë? Jo, asgjë të keqe nuk ka. Një paralizuar që lyp për të mbajtur familjen, ndërkohë që mamaja arrin në shtëpi, babai në kafe, vllai me Mercedes vërtalliset në përlagje gjithë ditën e Zotit, është krejt normale, sipas Francit. Madje ai e konsideron punë. Të vjen turp që çon motrën për të lypur. Ka shpenzime, kur ti ja bëj? Ta çosh të lyp, ajo është zgjidhja. Ka zgjedh vetë, nuk kam zgjedhur unë. Ty të duket normale që vajzat lypit e ti të rish tërë ditën? Ai i ka burr. Po Franci, më përgjigju për gjithë këtë djalë me këmbë me dur. Si nuk punon ti dhe punon? Po hika dhe hapën rrugën të janë. Ne kemi 500 hallë. Zgjidhjen e 500 halleve, ky i ri e kërkon tek nxjerrja në rrugë e motrës invalide për të lypur, duke mos menduar asnjë moment që po shkel ligjin. Po çka kanë bën që Si të duket kjo gjë? Po jo mër vllasi. Ti zonjë të duket normale që djali rrit tërë ditën kohë dhe vajza e smur lyp? S'të vjen gjuna për vajzën. Si, nuk Të vjen gjuna për pra njeri, jo, shefo. Sipas tyre që të arrestohesh duhet patjetër të kesh vrarë dikë. Pavarësisht se në fakt ai nuk po arrestohet, thjesht po shoqërohet për procedurë. Nuk të du mu. Do më duash më shumë kur mos të dalësh atje. Jo, të du, nuk të nxu. Tu vlajnë ti. E tu. Të premtoj. Tu vlajnë tu. Ai nuk ka vrarë. Nuk e kanë marrë se ka vrarë dikë. Vjeqet. Okej. Të lutem. Vetëm dëgjoj. Dikush ka denoncuar që e nxjerrin motrën për të lypur. Vajza që po mundohet i bëj të arsyetojnë është psikologja Erisa Aliaj, e cila po na jep një ndihmë në këtë situatë të vështirë. Gjerë se mërzit. Më dëgjoj. Zakonisht, kur një njeri i sëmur apo i pamundur fizikisht ka nevojë të heqë mërzinë, shoqërohet në qytet për shëtitje, jo për të lypur. Kush jere dhe që i thamë për djalin tim? Në këtë moment është shumë e rëndësishme që ti të Unë kam pas qetësohesh. djalin punë ke fabrikatulla e me pucve në si pashka. Ka punu 3 vjetë dhe atje e shkurtun. E me lanë pa punë djalin. Qatë bëjur Një me sekond. që që mërë vajza unë vetë nuk punoj. Sipas nënës, djali ka pas punuar, por për shkak të shkurtimeve në staf, ai ka mbetur pa punë. Ndërsa e pranon që vajza merr pension dhe me shumë mundësi edhe ajo vetë duhet marrë një pagesë sado modeste si kujdestarja e vajzës. Po sikur ti gjejmë një punë Francit, edhe vajzat në shtëpi, si mendoni, është më mirë kështu? Ka kërku pra shkreti. Po nëse mundohemi dhe ne t'ja gjejmë dhe vajzat rinë në shtëpi. Ajo shkreti mërzitet. Përzitet ja ditë të dali më mirë këtu në lagje me ty se sa atje në të ftohtë. Po kush janë ata me që kanë të në të i mram zot i shala zot. Në vend që ti mallkoj, do t'ishte më mirë që kjo 54 vjeçare ti falenderoj që po kujdesen kaq shumë për shëndetin e vajzës së saj. Të gjithë qytetarët kur shikojnë një gjë
që ju duket se nuk është e drejt, e kanë detyrim ta denoncojnë. Fëmijët e tu kanë nevojë që ti t'jesh e fortë. Do qetësohesh të vemi të flasim dhe pak me goca bashkë, po jo të të shikoj goca kështu se do bëhet dhe ajo më keq, të lutem. 54 vjeçaria qetësohet dhe pranon që bashkë të futemi në banesën e saj, nëse vërtet mund ta quajmë banesë. Një dhomë jo më shumë se 4 metra katror, me 2 krevate tek e çdo gjë të hedhur grumbull në njërin cep. E ulur në krevat, na pret me syt nga dera vajza e familjes, e shqetësuar, por e fortë. Si duket në sytë e njerëzve që vllai ka makinë Mercedes, e çon motrën me Benz, e merr me Benz? Vetëm për mua, se kam qenë një natë shumë e smurë. Po makina më duhet vetëm për këtë keq. E di. Se smurët e çoj natën spital. Sa lek merrni ju për vajzën? Kujdestarin mu më japin pak ato. Gjithse 390 më shkoj. 390. Ndonjë lek mund ta nxjerrë burri. Po tjetë dhe ai tjetri në punë, ja do fitoj dhe ai ca lek? Po ta kisha te unë isha lule. Ka punuar vëlla. Ai ka 3 vjetë ka me një brez për zoti. Po që më pra. Pse zgjen një punë tjetër? Fabri. Po kërkon e shpo gjera. Që ta. Sta qërajin. Nuk rrit tot në shtëpi. Ja. Kupton? Vajza në përsërit të njëjtin refren si nëna dhe vllai. Mërzitem edhe dal. E mërzitet në shtëpi tot më dhirë. Si të në përzi dhe vllajt, ja prishi dëshirë. Jo, as pak. Madje ai duhet konsideruar si një vlla shëmbullori që ja plotson më së miri dëshirën e motrës. E ke lindur me këto probleme apo ka ndodhur diçka? 10 vjeç që kjo është. Tuar nga shkolla. Ja, nidi më ka harti. Rëftyq, më kesh. Një dram brënda dramës, historia e kësaj familje, e cila 17 vite më parë për shkak të pakujdesisë së një shoferi humbi një të afërm, ndërsa vajzën e tyre e kanë ende pranë vetes, por jo ashtu siç do donin ata. Sa kohë ke që del? Çoko, isa 8 më. Ke dal me prindrin më përpara? Me babin, që e vogël. Tira. Po këta organizatat që janë në komuniteti na kanë ardhur në njerë, po do dënë në një ndihmë për shembull. Jo. Po të qesë ushqimet i japin gotës time nuk kanë. Me pensionin e kësaj i blej pamperës. Këtu jetoni të gjithë? Ma ku flini? Kjo këtu, qurë janë e, unë me të në tokë. Me kursime të flishime ka barë. Këto janë kushtet. Që binte jashtë, binte mrena. Nga I që kjo. Në marrë një punë e kam qenë. Po ti ku ke punuar? Komunate. Nevoja që ka kjo familje për të rregulluar sadopak jetën është emergjente. Banese pa përshtatshme, të ardhurat të pamjaftueshme, e mbi të gjitha një person me nevojat veçanta e cila duhet trajtuar me paketë sanitare. Po do rashka që të kam falur, nja ku i ke? Avro. Ja. Të i vi. Sa. Në Sa të vi në shtëpi bashkë me prardin, ju qetësohuni dhe mendoni mirë ç'a diskutuan. Ai shef ç'a goca fortë është. Merri çik shembull. Pas kësaj këshille të psikologes ne u larguam. Franci qëndroi disa orë në komisariat deri në përfundim të procedurave dhe ju bashkua familjes e cila e priste në ambientet e jashtme. Ndërkohë puna jonë në bashkëpunim me policinë dhe bashkinë për të sistemuar këtë familje sapo ka filluar.